Videoja që po bën xhiron e rjetit, policia gjermane arreston në mes të autostradës një mjelm. Policia gjermane ka bërë bujë në mediat sociale me një video që tregon një oficer policie duke kapur një mjelm të humbur. Ngjarja ndodhi në shtetin e Rheinland-Pfalz, ku shpendi u pa pranë një autostrade duke paraqitur rrezik si për shoferët ashtu edhe për veten. Sipas autoriteteve, mjelmi duket se kishte humbur dhe ishte në rrezik të goditej nga automjetet që kalonin aty. Oficerët e larguan shpejt atë dhe e transportuan në një vend të sigurt. Video humoristike e arrestimit u postua në mediat sociale dhe shpejt u bë virale. Ata që e pan komentuan pozitivisht për përpjekjet e autoriteteve për të mbrojtur shpendin, ndërsa policia shpjegoi se gjithçka u bë për sigurinë e mjelmës dhe të shoferëve. Policia gjermane kujton se raste të tilla informimi menjëhershëm i autoriteteve është thelbësor në mënyrë që kafshët të mund të largohen pa rrezik.